Protesta na ka dhënë shpresë, na ka zgjuar një ndjenjë dhe dashurie shumë të madhe. I kemi syt nga kjo protestë sepse realisht është një nga të vetmet që ka ngritur gjithë kombin shqiptar dhe presim realisht që të ndryshojmë, ta bëjmë Shqipërinë më të mirë, ta bëjmë Shqipërinë të jetueshme për të gjithë.